është rikthimi i shpirtit në një trup për të bërë një jetë tjetër në tokë. Është një nga ligjet e spiritualizimit, shumë i njohur në botën lindore, shumë i njohur në hinduizëm, shumë i njohur në budizëm, shumë i njohur edhe në pre-krishtërimin europian. A është e vërtet që ekzistojnë botë të kaluara apo është thjesht një perceptim? Jetë të kaluara. Jetë të kaluara, ka prova që ekzistojnë jetë të kaluara, janë prova që ti gjen edhe tek vetja jote, kur ti viziton një qytet ku nuk e shkuar ndonjëherë në këtë jetë dhe e sheh që e njeh, të krijon, të lindin kujtime, të ringjallen kujtime, është një nga provat personale që mund të themi që ka një jetë të kaluar. Në pjesën më të madhe të provave që janë dhënë janë bërë studime me fëmijët kryesisht, sepse siç e kemi thënë në episodet e mëparshme, fëmijët deri në moshën 5, 6, 7 vjeçare kanë një kujtim më të madh edhe një lidhje më të madhe me jetën e kaluar. Edhe janë bërë prova, janë bërë kërkime nga ato kujtime që ata tregojnë. Dhe në shumë raste, ka raste në Amerikë, në Angli, përveç lindjes Indis, Kinës, që e kanë në traditën e tyre, ka raste që këta fëmijë kanë gjetur se kush ishin më përpara, kanë shkuar tek familja që fëmijë të cilëve kanë qenë më përpara, apo tek vendi i lindjes, duke treguar edhe gjëra shumë të sakta që nuk mund t'i dinin si fëmijë 3, 4 apo 5 vjeçar. Nëse rimishërimi është real, pse nuk i kujtojmë ne ato momentet nga kaluara jonë? Po thoshim këtë që është një pjesë e fëmijërisë që ne jemi të lidhur akoma me jetën tonë të kaluar, sidomos atë përpara kësaj. Ekziston një ligj që kur shpirti vendos të rilindi në këtë tokë, vendos edhe të mos ketë një lloj kujtimi për jetën e kaluar. Është pjesë e zbritjes në trup, që ti të mos kesh një lidhje apo një kujtim të pastër të jetës së kaluar, sepse do ndikonte në shumë gjëra të kësaj jete dhe nuk do ishe më aq i lirë që ti të merrje vendimet e tua, që është pjesa kryesore e kësaj jete. Ne jemi të lirë të vendosim për çfarë do lloj gjëje. Si vendos shpirti të rimishërohet? Është një zgjedhje apo një domosdoshmëri? Janë të dyja, shumë pyetje e bukur kjo. Është një domosdoshmëri sepse është pjesë e karmës së personit, të shpirtit, që të rikthehet dhe të marrë një mësim, apo të japi një mësim, në kuptimin që të kaloj një klasë tjetër në këtë dimension. Është dhe zgjedhje, sepse në këtë pjesë të detyrimit, le të themi, karmik, që ti ke për të rizbritur në këtë dimension, ti zgjedh se cila është gjëja që ti do mësosh. Është sikur ti je përpara zgjedhjes fakultetit, për shembull. Po qëse do ta bëjmë një paralelizëm me jetën tonë këtu, edhe ti vendos disa gjëra që ti do të studiosh. Në momentin që ti vendos se çfarë do të studiosh, pastaj bën zgjedhjet e tjera. Edhe vendos që të rilindësh. Kush e përcakton familjen, vendin, rrethanat ku ne lindim sa herë në një botë re ose në një jetë re? Në momentin që ti ke krijuar, që shpirti ka krijuar dhe ka zgjedhur se cila është mësimit që duhet të marri, fillon të zgjedh se cili është vendi në rreth të parë ku do të lindi, kështu që situata gjeografike se ku do të lindi në këtë dimension në tokë. Pastaj zgjedh edhe shpirtrat e tjerë, ata persona që do t'i ketë afër, kështu, nga prindërit tek familjarët e afërt, vëllezërit, motrat, apo dhe komshinët, sepse mund të kesh një mik karmik që ti e ke zgjedhur përpara se të lindësh në këtë tokë, që lind në të njëjtën zonë ku ke lindur ti, për të bërë një udhëtim të përbashkët. A ka një periudhë mes dy jetëve ku shpirti qëndron para se zbres në tokë? Ka një periudha mund të jetë e gjatë ose e shkurtër, varet nga se sa e ka përmbushur këtë jetë që ka bërë shpirti.
në ka ikur më herët, apo në ka ikur më vonë, apo në e ka mbaruar kohën e tij, apo në i ka marrë mësimet e tij në jetën e mëparshme, në jetën që ka bërë më përpara. Është ajo pjesë që përshkruhet në nga shumë filozof si pjesa e purgatorit, domethënë kalimi nga momenti i vdekjes në një rrugëtim për të kthyer edhe për të parë se çfarë ti ke mësuar nga kjo jetë, se me çfarë ti je përballur, se si ti je sjell në këtë jetë. Në momentin që mbaron ky rrugëtim i purgatorit, përballja me të gjitha frikrat e tua apo me të gjitha aksionet e tua që ti ke bërë, me të gjithë karmën që ti ke krijuar në këtë jetën që mbarove në këto momente, arrihet në një vend që quhet, që ne e quajmë parajs, dhe pse ka pak të bëjë me parajsën se si shpjegohet, por një vend i qetë ku shpirti rri për një farë kohe, derisa vendos që të rikthehet. Është, le të themi, ta rikthejmë tek paralelizmi me jetën tonë në tokë. Është sikur të themi pushimet verore përpara se të fillosh klasën tjetër, kështu që ke atë kohën që ti qetësohet shpirti, derisa të vendosë se cila do jetë mësimi tjetër apo jeta e tij tjetër. A mund të zgjedh një shpirt që ndoshta mos të rimishërohet më? Në kuptimin që qëllimi i të gjithë këtij rrugëtimi në këtë dimension është që ti të kuptosh se kush je, që shpirti të kuptoj se kush është. Edhe që të marrë mësimet maksimale për këtë dimension. Dhe ajo quhet iluminim, apo arritje në një nivel të atill të ndërgjegjes dhe të koshencës që nuk ke më se çfarë të mësosh nga kjo tokë. Në atë moment nuk rimishërohesh më, domethënë nuk ke më jetë në tokë. Nuk e zgjedh, është pjesë e rrugëtimit. Ti zgjedh në këtë tokë se sa do të mësosh, se sa do që të jesh, që të arrish në këtë iluminim. E zgjedh këtu, jo kur je andej. Kur je andej bëhet vetëm një balancim në ke akoma për të mësuar apo jo. Karma çfarë roli luan në gjithë këtë proces? E gjitha varet nga karma. Karma është ai ligji që thamë edhe herën e kaluar, që është ligji i pasojës dhe efektit, i shkakut dhe efektit. Çfarë do lloj aksionit i bën, çfarë do lloj mendimi ti ke, të çon në një karmë më të pastër apo më të keqe, më të mirë apo më të keqe. Kjo vendos më pas se çfarë tjetër ke për të mësuar. Ne ke mësuar atë mësim dhe çfarë tjetër ke për të mësuar për një jetë tjetër. Një pyetje që më lindi tani natyrshëm, a kanë të gjithë shpirtat në njëjtën moshë, pra janë krijuar të gjithë në të njëjtën moshë apo kanë moshë nga më të ndryshme? Pak e vështirë për të përgjigjur. Në tokë, në shpirtrat që njerëzor që ne shohim në tokë, që ne njohim në tokë, ka shpirtra të rinj, që është pak jetë që kanë bërë këtë eksperiencë në këtë dimension, dhe ata që ne quajmë shpirtra antik, apo shpirtra të vjetër që kanë shumë jetë që kanë bërë këtë eksperiencë në këtë dimension. Njësoj si të thuash që është në klasën e parë, apo në kopësht, apo në universitet, apo në pas universitar. Dhe me thonë që janë më shumë të njohur me këtë dimension dhe më pak të njohur me këtë dimension. Kjo nuk do të thotë që ai shpirt i ri në këtë dimension të jetë shpirt i ri fare. Ne flasim për dimensionin që ne kemi, po duhet kemi parasysh që universi është jashtëzakonisht shumë i madh dhe që dimensionet në këtë univers janë shumë të mëdha. Edhe po të marrim një si bazë Big Bangun, le të themi, lindjen e universit, të gjithë shpirtrat janë pjesë e atij Big Bangut, kështu që lindin nga ajo bazë, lindin nga ajo energji. Dhe të gjithë kanë pak a shumë atë moshë si shpirtra. Mosha në këtë dimension, apo jetët që kanë bërë në këtë dimension, në dimensionin e tokës, në këtë dimension fizik, është ndryshe nga mosha që mund të ketë shpirti në të vërtetë.